më ka rënë shumë me mungu për shkak se unë jetoj bardhash. Edhe po do ta din shumë. Do të më jetë shumë kom, edhe shumë problem të une. Ngjashëm si kjo nxënëse e shkollës profesionale Shtjefan Gjeqovi në Prishtinë edhe shumë nxënës të tjerë kryesisht të shkollave të mesme, tash e 3 ditë po kanë vështirësi të shkojnë në mësim si pasojë e greves së trafikut urban. Kështu, mungesat të nxënësve gjatë këtyre 3 ditëve në këtë shkollë i ka konfirmuar edhe drejtori i shkollës Blerim Gërvalla. Që edhe vështirësina ka shkaktuar që nga ana, mund kemi mungesa të shtuara të nxënësve. Kemi shpesher kujdestarë që në për grupet e tyre që i kanë me trend, ankohen edhe prindërit që po kanë vështirësi të transportit. Mungesat janë rritur, në thonë ndoshta 1% deri 20-30%. Mungesa nxënësve në procesin mësimor, sipas njohësit të arsimit Xhavet Regjaj, është e dëmshme. Ky lloj ndërprerje kur dikush shkon e dikush nuk shkon është më e dëmshme se i ndërprerjeve kur të gjithë fëmijët nuk e vijojnë mësimin, sepse ato në mënyrë të planifikime kompensohen. Këto kur disa shkojnë dhe disa nuk shkojnë, këta fëmijë pafund e humbin atë sasinë e mësimit që kishin me përfituar. Është e domosdoshme që të gjitha palët këtu të sillen shumë me seriozitet. ATV-ja ka tentuar gjatë të mërkurës të marrë një përgjigje nga drejtoria e arsimit se cila do të jetë zgjidhja për nxënësit që ju nevojitë transporti, por drejtori ishte jashtë shtetit dhe nuk pranoi të komentojë këtë çështje.